sot në Shizon Air kemi një vajzë e cila ka një energji kaq pozitive. Është marrë me marketing, është menaxher e marketingu më saktë dhe njihet për dashurinë e saj që është vetëm nga zëri. Jemi me Enki Nakon dhe Shëndetje. Na vjen për ta treguar historinë e saj me Andin, që tashmë është kurorzuar me amorin e vogël. Për 6 muajsh. Po. Përshëndetje Enki dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, shumë kënaqësi. Si e ka amorin një herë? Që e le vetëm sot. E lash në gjumë, nuk i bëra pa drejtësi, e lash në gjumë. E mësuar ta lësh vetëm? Jo për shumë gjatë. Se unë dal mbaroj punët e mia përgjithsisht është me mua. Po këtu që t'ishim të gjithë të qetë, e lash me babin. Ne të është vërtet u mërzitëm që nuk e kishte me vete sot Enki. Kështu thon të gjithë, po gënjejnë. Jo, po tani duhet ta takojmë një herë pastaj. Ta kishim një në studio. Po. Ne për ato të morëm në fakt. A je do ftesën veçme? Po, neve do presim sa të bëj një vjet, është i Po ftuar. si ke shoh kështu? Mirë se keni nga shpia. Historia jote me Antin është bërë e famshme dhe në fakt dhe për faktin se ju keni thënë që nuk është dashuri me shikim të parë, por është dashuri me dëgjim të parë. Mund na tregosh pak më detajisht se si nisi edhe etapat e saj njëra pas tjetrës. Unë atë kohë, do të thënë që jam njohur me Andin, ka qenë kohë Covidit dhe ne punonim nga shtëpia, kam punuar në një kompani telekomunikacione. Dhe bënim oferta interneti. Dhe Andi ishte një nga numrat e listës që mua më kishte rënë për t'i kontaktuar, për ta informuar për paketa të tjera. Dhe nga që ishte fundi i turnit, dhe në momentin që mbaron orari, telefonata mbyll, thash, "Ok, po jap informacion këtij xhaxhit se kishte emrin e babit." Po, dhe po jap informacion këtij xhaxhit edhe hajt më. Edhe në zë nuk ishte një xhaxhi. Andi do me atë tipin e vet, jo po e informoja unë andi, po këtej po më mbante, domethënë lidhur mbas telefonatës. Telefonata fundit u zgjat pak më shumë se ç'duhet. Edhe duke informuar Andi, po domethënë nuk e di gocat që kanë informacion, edhe çunat jo vetëm gocat. Në këto lloj gjësh ti e prezantohesh me emrin tënd, sepse nëse të vjen klienti mbrapa do të kontaktoj etj, dhe ai e dinte emrin. Edhe në fund fare, mbasi jap këto, domethënë ai kishte tentuar që të më joshte me zërin e tij dhe me fjalët e tij. Po unë nuk u tunda. Derisa nuk u tund 2 telefonata më vonë se tek e treta. E aty, domethënë, tha do të gjej në Instagram kështu, i thash po më gjete, okay, emri domethënë thashë mori vesh, më atë kohë kam pasur flok të kuqe. Edhe pastaj pas ta mbyll tek këtu ishte gjëja që njerëzit nuk e kuptojnë, po mua më bëri klik, më thonë ça ascendenti, jo ç'është një horoskopi je. Tash një mashkull që merret me horoskop, e kupton? Ka diçka, nuk është kot. Po mirë, të pyes unë, në vetëm nga çfarë ti dëgjove, krijove ndoshta ndonjë, domethënë në imazhin tënd pa ditur se si ai duket, si ishte Andi? Tash këtu do them një sekret. Unë e kisha numrin e telefonit, dhe unë regjistrova në WhatsApp që shifja foton e profilit. Se okay, po ngacmonte zëri interesante kështu, edhe regjistroj, kishte një foto. Okej, thash prit një sekondë. Imagjino punën nga shtëpia, më si kam qenë. Edhe unë dija se si duket, thash, nëse do më gjej, okay, fine, do tentoj mjaftueshëm. Nëse s'do më gjej, pra mund të themi që ishte dashuri me dëgjim të parë plus shikim të nga ana jote. Okej, pra nga njëra anë pas ka pasur një lloj shikimi. Një lloj shikimi. Po kur u fut në përputhjen, pastaj si ngeli, si Jo, po për ti ke thënë që e ke njohur para përputhen, periudhën e Covidit. Unë kam njohur në këtë periudhë, pastaj unë lash të punën, kemi punuar një farë periudhë bashkë. Keni punuar bashkë. Po, tek një kompani tjetër, dhe pastaj Andi nga aty u shkëput, vazhdoi jetën e tij. Unë vazhdova jetën time. Po kur keni punuar bashkë, ai ishte hapat e para të dashurisë. Po, aty ishte shumë interesante se ne gjithkohë flirtonim me këto nisë kështu ngacmoheshim gjëra. Nuk është se kishte tamam diçka. Po, mua më mori ai tek puna. Do të ai punonte atje dhe unë nga që lash të punën, bra provimet e sezonit se kam qenë në shkollë atëherë dhe isha chill, këtu pa punë, tha, po do ka një vend këtu, edhe unë shkoj atje, punuam bashkë, me qëllim, domethënë, jo rastësisht. Po se ka mundësi që gjëja nuk zgjati që atëherë po nisi shumë. Ishte shumë pak muaj. Domethënë ne kemi punuar bashkë, nuk e dia, jam bërë 2 muaj sepse Andi pastaj u fut në përputhën. Gjatë tyre muajve nuk keni tentuar të dilnim. Kemi dalë, domethënë ishte kjo pjesa e njohjes që ne dilnim, ngacmoheshim. Kur ai u fut në përputhën.
Edhe unë ndjeva dhe s'u ndjeva. Ti e di që do fuste në përputhjen, e di të kishte lajmëruar apo si kishit marrëdhëniet në atë moment? Ishte çik edhe ishim edhe sishëm, kërkohë ishte një gjë që unë asiguroja të llogaria, mjet të llogaria, asnjë gjë, e morëm për intervistën, ta jo, më se shkoi, e kupton. Në muhabet e sipër, jo se as po kërkonte mendim asnjë gjë. Kruhet si marrëdhënie në atë pikë, ju dilshit, si ishte? Ishim kolegë që po njifesh. Bën sens kjo gjë. Okej. Domethënë do ta cilësoje tamam si koha e gabuar apo mungesë serioziteti? Koha e gabuar. Edhe unë atëherë kam qenë shumë e vogël, unë isha shumë, domethënë unë e shifja Andin, sa është themi atë që është simpatik. Dhe më duke vetja shumë inferiore, nuk e kisha formuar akoma karakterin tim, nuk e njeh mjaftu shumë veten time dhe mendoj që thjesht çdo gjë ndodhi ashtu siç duhet të shkonte dhe ne pastaj të dy në rrugët tona vazhduam. U zhvilluam për më tej edhe në momentin që jemi njohur pastaj më mbrapa aty ka ndodhur prapë ritakuam. Po kur e shikoj në përputhje, ndjeshe xheloze që ai gacmohesh me goca dilte. Jo, ti çfarë mendoja thotë? Po i bënte më mua, kështu me gjithë çaç kjo. Ku është diferenca? Po, faleminderit. Inkise arsyeja Andi që u fut në përputhje ishte për të gjetur dashurinë. E mendoj. Po shumë lutem se Livia e di që jo, nuk e besoj. Livia shfut për dashuri. Vërtet? Livia po. Unë jam prova që kam dalë me dashuri dhe pse jo me një konkurrent, kështu që unë e theksoj gjithmonë për dashuri, për eksperiencë, kështu që nuk kam. Mendoj që Andi ishte shumë për pjesën e eksperiencës. Po mirë, mendon ndonjëherë që ndoshta po të ishit më serioz me njëri tjetrin, ndoshta do ishte shmangur kjo hyrja në përputhjen e Andit apo mund të ishte shmangur, po ndoshta do ishte ndarë në një mënyrë tjetër, sepse ne në atë periudhë kemi qenë shumë secili bot më vete. Domethënë Andi ka patur komplet tip tjetër nga çka ka sot, unë sigurisht komplet tip tjetër nga çka kam sot, kështu që mendoj që edhe nëse nuk do ishte atje dhe ne do kishim pasur një vazhdimsi, do kishte patur ndoshta një krizë pak më vonë. Po kur mbaroi eksperienca e përputhjen, si u takua, domethënë ishte momenti i sikletshëm, takimi, erdhi rasti si u lidhet. Aty pastaj unë isha superiore. Se ishte një pak zamaruar më shumë. Vërtet ai doli aty para po. Një sekond. Çfarë i hapi unë parë? Ne mi pare se sish, po shumë kohë mbasi ai kishte mbaruar përputhjen, ndoshta një vit e gjys dy mbrapa kishte mbaruar, domethënë eksperjenca e tij. Dhe mi para se sish, unë isha në një lokal me shoqën time, me motrën, dhe duke kaluar atje, ky kishte qenë tek restoranti aty ngjitur dhe më shikon kur unë kaloj. A kisha qeshur diçka ti se më tani si ma ka shpjeguar, edhe thjesht më çon një mesazh që nuk pas ke ndryshuar fare. Po shkamër. U bëri ti unë jam më mirë. Kështu që gjatë përputhjen nuk keni pas kur komunikim? Jo, gjatë asaj kohe jo. Shkëputje komplet. Absolutisht. Domethënë në atë kohë që ne kemi qenë tek puna që kemi qenë bashkë, unë punoja me vllajën e Andit. Dhe domethënë unë më doli një mundësi tjetër pastaj më brapa puna, unë shkëputa nga atje dhe vazhdova komplet ritëm tjetër jetë, nuk na vazhdo fare. Po mirë, andikoj, më fal Enxhi, se jam shumë kurioze. Andikoj domethënë përputhjen në mendim që ti kishe për Andin mbrapa, pasi e takove më mbrapa, kishe një mendim tjetër në fillim dhe pasi e pen përputhjen ndryshove pak perceptim për të? Mendoj që, domethënë me mënyrën se si mendoj unë gjërat, thjesht kuptova që aty shumë gjëra egzagerohen, bëhen më për, nëse mund ta themi fjalën show. Bëhen domethënë pak më të egzageruar, është thjesht për shkak fjala për ta. Shumë një skenar se sa Andi që është vërtet Andi. Po thash, do shumë gjëra mënyrën se si bënte takimet, okay, se ajo është teknika e tij, po themi, po e quajmë të tillë. Ti kuptove pasi ti u riktheve me Andin apo gjatë kohës që ishte në, domethënë ju nuk kishte kontakt. Kur rikthyen në herën e dytë, ka qenë komplet njëri tjetër. Nuk ishte lidhje as me Andin që kisha njohur para përputhjen, as çka kam parë unë gjatë përputhjen, më ishte komplet njëri tjetër. Po mirë, tani më thuaj pak sa kohë ju desh Andi të ta merrte zemrën ty. Për herë të dy shumë. Unë kisha tash këtu thash tu linte pjesa ime që unë isha superiore, se unë kisha parë shumë gjëra tjetër, thosha, ti më bën mua këto, po unë të kam parë ti ke për me këto, ku t'ja futi këto? Ja ka qepur. Ja ka qepur goja. Të dua kush tha i pari, ti apo Andi? Andi. Ai ka thënë. Okej, me këtë do kalojmë. Me këtë do kalojmë në këngë dhe dëgjojmë pjesën e dytë. Okej.